Silazhi i misrit është burimi kryesor i ushqimeve voluminoze në të ushqyerit e ri për tëpësve. Për të përgatitur silazhin, fillimisht duhet të bëhet prerja sa më e emët, pasi ajo ndikon në rritjen e kualitetit të silazhit. Gjatësia e madhësisë së grimcave duhet të jetë rreth 1 deri në 3 cm. Kualiteti i ushqimeve dhe ana ekonomike janë faktorët kryesor që përcaktojnë se sa duhet të ushqehen kafshët me silazh. Në vendet e zhvilluara, mbi 90% e ushqimit të prodhuar ruhet në formë të silazhit. Qëllimi i përgatitjes së silazhit është ruajtja sa më e madhe e vlerave të ushqyese të ushqimeve voluminoze. Qëllimi kryesor është që të prodhojmë ushqim me kosto sa më të ulët dhe të zaventësojmë ushqimet e shtrenjta me ushqime që kushtojnë më lirë. Pra, silazhi është shëndrimi i sheqernave në acide organike. Shëndrimi i sheqernave në acide organike e mundëson ruajtjen për një kohë të gjatë. Kjo është edhe një përparësi e silazhit. Ushqimin voluminoz të gjelbërt, të lëngshëm, mund ta ruajmë dhe mund ta përdorim për një kohë të gjatë. Ka raste edhe deri në 3 vite. Prerja në këtë madhësi e rrit kualitetin e silazhit. Ngjeshja bëhet më e mirë dhe sasia e silazhës në 1 metër kub është më e madhe. Pse është e rëndësishme shtypja e silazhit? Qëllimi i shtypjes së misrit për silazh është që të largohet e gjithë sasia e ajrit që gjendet në misrin për silazh. Për të arritur një shtypje sa më të mirë, shtresa e masës së silazhës duhet të jetë 10 deri në 15 cm dhe kjo na ndihmon në gjendjen sa më të mirë të silazhës. Shtypja e masës së silazhës duhet të vazhdojë pa ndërprerje. Nëse është e mundur, shtypja duhet të bëhet edhe pas 24 orëve. Pas largimit të ajrit nga masa e silazhës, duhet të bëhet mbulimi sa më i mirë për të parandaluar hyrjen e ajrit. Përdorni materiale plastike të kualitetit të mirë për mbulim. Gjithashtu, skajet e silosit duhet të mbulohen mirë. Sipër silosit vendosni rër apo materiale tjera për të krijuar shtypje mbi masën e silazhës. Kontrollimi i silosit kohë pas kohe për të evituar dëmtimet e mbulesës së folisë plastike. Përparësi tjetër e silazhit është kostoja e ulët. Është një përparësi e madhe ku nëse e marrim si shembull këtë vit, kostoja për prodhimin e 1 kilogrami silazh sillet diku 3.5 deri në 4.5 cent. Nëse e krahasojmë me koston e ushqimeve të koncentruara, atëherë 24 deri 25 cent, kjo i bie që 1 kilogram ushqimi koncentruar koncentrat kushton sa 5 kilogram silazh. Ideja kryesore e prodhimtarisë në fermë është ulja kostos. Andaj me prodhimin e silazhit ne mund të ndikojmë shumë mirë në reduktimin e kostove. Përparësi tjetër e silazhit është sepse kjo sasi kaq e madhe e ushqimit mund të ruhet në një hapësirë mjaft të vogël. Domethënë, hapësira që na duhet për ruajtjen e silazhit është hapësirë mjaft e vogël. Është një element shumë i rëndësishëm, një fazë shumë e rëndësishme për prodhimtarinë e një silazhi cilësor. Nëse e korrim në kohën e duhur, atëherë ne mund të prodhojmë një silazh të mirë. Pastaj grimcimi apo coptimi i masës që silazhohet në grimca sa më të emta. Zakonisht preferohet që grimcat të jenë nga 1 deri në 3 cm. Pra, pjesë e rëndësishme e prodhimtarisë së silazhit është edhe kapaciteti i silosit. Kapaciteti i silosit është me rëndësi të planifikohet. Fermeri këtë duhet ta planifikojë në bazë të kërkesave që i ka për ushqim me silazh. Normal, një fermer i vogël, zakonisht në Kosovë kemi fermer të vegjël, një fermer i vogël duhet edhe silosin ta ketë më të vogël, sepse kjo gjatë procesit të shfrytëzimit kësaj mase, këtij ushqimi, pastaj mund të na sjellë edhe probleme të tjera. Ekzistojnë 4 faza gjatë prodhimit të silazhit. Këto faza janë: faza e parë, që është faza me oksigjen apo faza e frymarrjes së bimës. Kjo fazë është gjatë kohës së prodhimit të silazhit. Domethënë prej momentit të korrjes deri në silos dhe gjatë kohës së shtypjes. Gjatë kësaj faze, qelizat e bimëve janë ende të padëmtuara. Andaj ato frymojnë, ato marrin frymë, ato shpenzojnë oksigjen. Karbohidratet pastaj shndrohen në dioksid karboni dhe ujë dhe formohet energjia. Ky është procesi i prodhimit të silazhit. Sheqernat shndrohen në acide organike. Faza e dytë është faza e prodhimit të acidit acetik. Kjo fazë zakonisht zgjat 1 deri në 2 ditë. Me fillimin e largimit të oksigjenit fillon edhe të prodhohet acidi acetik. Zakonisht kjo fazë fillon me ditën e parë
dhe zgjatë 2 ditë. Pas fazës së acidit acetik vjen faza e prodhimit të acidit laktik. Kjo është faza pothuajse kryesore gjatë prodhimit të silazhit. Kjo pastaj zgjatë deri në ditën e 21 kur veç kemi prodhimin e silazhit. Prej ditës së 21 ushqimi mund të konsiderohet që është silazh. Koha optimale e korjes së silazhit është kur lagështia në kokër është 30 deri në 35%. Si përcaktohet lagështia në kokër? Mënyra më e lehtë e përcaktimit të lagështisë në kokër është kur e marrim një kokër misri dhe vija darse në mes të pjesës së fortë dhe pjesës së butë është në mes ose mbi. Kjo na tregon parafërsisht se këtu kemi lagështi 30 deri në 35%. Apo nëse masa e gjelbërt, si lagështia në masën e gjelbërt sillet rreth 60-65%. Kjo na tregon se është koha e duhur kur mund ta prodhojmë silazhin. Pse është e rëndësishme koha e duhur? Është sepse në këtë kohë kemi sasinë më të lartë apo përqindjen më të lartë të sheqernave të pranishme në masën që silazhohet dhe fermentimi na bëhet ashtu siç e kërkojmë ne. Të gjitha fazat e fermentimit do të jenë në kohën dhe në mënyrën siç e kërkojmë ne. Për të ikur prishjes së silazhës, është shumë e rëndësishme që t'i kontrollojmë të gjitha fazat e silazhimit. Gjatë ushqyerit, prishja apo ulja e cilësisë së silazhit mund të minimizohet nëse marrim sasinë e nevojshme të silazhës për ushqim, prerjen e silazhës në mënyrë vertikale, hapjen e silosit në mënyrë graduale sipas nevojës, mbulimin e silosit pas marrjes së silazhit. Por si bëhet llogaritja e sasisë së silazhës? Së pari, për të llogaritur sasinë e silazhës në silos, duhet të dimë madhësinë e silosit. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia duhet të jenë në koeficientin 0.6, por ky numër ndryshon prej përqindjes së lëndës së thatë. Nëse silosi është me këto madhësi prej 18 metra i gjatë, 4 metra i gjerë dhe 2 metra i thellë, është baraz me 144 metër kub. Për të shndruar sa ton silazh kemi me 30% të lëndës së thatë, e shumëzoj me koeficientin 0.6. 144 metër kub e shumëzoj me 0.6 dhe rezultati del 86.4 ton silazh të freskët. Nëse numri lopëve në fermë është 10, periudha e të ushqyerit me silazh 365 ditë, sasia e silazhës në racionin ditor 20 kg në ditë. Llogaritja kërkesave për silazh bëhet në këtë mënyrë. 20 kg shumëzoj me 365 ditë dhe na jep rezultatin prej 7300 kg silazh për një lop. 7300 kg i barazoj me 10 lop. Na jep rezultatin se 73.000 kg silazh janë kërkesat në vit. Në këtë sasi duhet të llogarisim edhe humbjet e silazhës që shkaktohen gjatë ruajtjes. Humbjet sillen prej 5 deri në 25%, varësisht nga ruajtja dhe përgatitja e silazhës. Nëse kemi këtë sasi të silazhës të prodhuar dhe kërkesat në fermën tonë janë për 73.000 kg silazh në vit, atëherë e përcaktojmë madhësinë e silosit në këtë mënyrë. Në 1 metër kub mund të vendosim 600 deri në 700 kg masë të silazhuar. 73.000 e pjesoj me 600 kg metër kub, na jep rezultatin prej 121 metër kub hapësirë vëllimore të silosit. Nëse si shembull dëshirojmë të ndërtojmë një silos 2 metra të thellë dhe 4 metra të gjerë, e përcaktojmë në këtë mënyrë. Kur kemi gjerësinë dhe thellësinë, atëherë gjatësinë e silosit e përcaktojmë në këtë mënyrë. 2 metra i barazojmë me 4 metra dhe na jep rezultatin 8. Atëherë 121 metër kub e pjesojmë me 8. Na jep rezultatin 15 metra gjatësi të silosit, që do të na nevojiten për të vendosur të gjithë sasinë e silazhës së prodhuar. 2 metra është thellësia e silosit. 4 metra është gjerësia e silosit, 15 metra është gjerësia e silosit dhe 121 metra kub është sasia e silazhës. Çka është e rëndësishme te silazha tjetër? Është që mos ti ushqejmë kafshët me silazh të prishur. Shpesh herë fermerët tanë nuk i respektojnë të gjitha kriteret që janë për prodhimin e silazhit cilësor. Andaj silazha në fund nuk na prodhohet ashtu siç neve e dëshirojmë. Të ushqyerit me kualitet të dobët me silazh mund të rezultojë me një sëri problemesh në shëndetin e kafshëve, veçanërisht me sëmundjen e listeriozës. Listeria është lloj bakterie që rritet në silazhin e fermentuar dobët. Kjo bakteria është prezente në tokë dhe shumë shpejt shumëzohet në silazh kur ajri është prezent. Nëse ky ushqim përdoret për të ushqyerit e kafshëve, mund të shkaktojë sëmundjen e listeriozës. Për më shumë këshilla, vizitoni faqen www.këshillabujqësore.com.